A lejohet modelimi mjekrës? Si duket t'i vllaje frizer që po bën këtë pyetje, a? Dëgjoj. Mas pari kjo çështje du të kemi kujdes të japim hakin e meritum pa e tepru as pa lënë mango. Ta dim se kret feja nuk lidhet vetëm këtë mesele. Pse po e bëj këtë ndërhyrje të nevojshme, për arsye se shumë vëllezër po i keq kuptojnë njerëzit vetëm thjesht si e shoh me mjekër mendon që kjo është bavë vliaku e diçka. Keni kujdes vllazni. Mos vlerësoni njerëzit vetëm nga pamja jashtme. Po pamja jashtë ka vënien e vet. Absolut nuk jam kundër kësaj, por askush mos t'ja rrit veten me thonë unë çka kam bën shumë mjekër dhe tash me akuzumin në çmu tjerë. Pastaj ta rregullojmë edhe anën e brendshme. Edhe gjithashtu mjekra na tregon na jep shenjë se ti je musliman, prandaj ki kujdes. Se derisa je pa mjekër njerëzit vlerësojnë si filani, masaj thonë që ky muslimani që këta me mjekra po bëjnë kështu, po bëjnë ashtu. Kësaj kushton rëndësi, aman për zot Zotit. Aman për zot Zotit. Jam ajo që duhet ja, mos e çet faqen e zez dinit islam edhe këtë muslimanëve me mjekrën tane. E dyta, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë shoni mjekrën shkurtoni mustaqet. Pastaj është lënë e përgjithshme. Ulemat kanë dhënë konstatime, analiza se çka quhet mjekër, edhe pak a shumë ajo definicioni i saj është, domethënë kjo pjesa e fytyrës ku kjo pjesa këtu, ky ashti, domethënë që çilet goja deri këtu kur e çelti gojën edhe mbyll që lëviz kjo pjesa. Edhe këtu domethënë pak a shumë kjo pjesa ku shka, domethënë këta mollzat këtu nuk janë pjesë e mjekrës. Prandaj, nëse dikush, domethënë e rregullon edhe i largon çdo çimet poshtë edhe këtu lart, atëherë themi është në rregull. Por nëse fillon masaj në modelimi, bën stile, e dim na se çfarë, themi ajo është hajgare me dinën e Allahut azza wa jall. Neve na këshillonin hoxhallarët e vjetër edhe në për xhamia apo edhe në medrese ku kam qenë si nxënës, ose lëshaje që duhet, ose mos bën stile dhe janë ato kufit që edhe nëse dëman që ke vendos me nërejsh me modelu, nëse më më thamë, le tjetë gjithë sen mrena asaj të arsyshme se jo thjesht më bani një fotomodel tash me mjekra, me bo harta, aty vija, ku e diqka. Pra, shkurtimisht pa përmendi, sepse do shta ka vend me diskutu ma shumë, por para shumë kjo do ta quaja këtë pjesë mjekër. Pra, mustaqet nuk hynë mjekër, shkurtohen, edhe këtë pjesa këtu hynë në mjekër. Kërkoj fali se ndoshta shpesh janë disa pyetje veç për atër që e bane që të ndërhymje në fillim, se ndoshta nuk ja vlen shumë me u diskutu në publikun e gjanë. Allahu i rujt.